Një moment mjaft i rënd dhe i sikletshëm është regjistruar së fundmi brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania 5, gjatë një debati të tensionuar mes dy banorëve, Stenaldos dhe Keisit. Një përplasje që ka kaluar çdo kufi të debatit normal dhe ka hyrë në territorin e fyerjeve të drejtpërdrejta dhe gjuhës së papërshtatshme. Teksa situata mes tyre ishte ndezur, Keisi ka bërë një deklaratë që ka lënë pa fjalë si banorët brenda shtëpisë, ashtu edhe publikun jashtë. A pate ereksion kur hyri Baby G? A pate, dëgjohet ai t'i drejtohet Stenaldos, duke përdorur një gjuhë që është konsideruar nga shumë kush si vulgare, provokuese dhe krejtësisht jashtë etikës së komunikimit, edhe për standardet e një reality show. Atmosfera në shtëpi u rëndua menjëherë. I pranishëm në moment ishte edhe Mateo, i cili reagoi i ndinjuar ndaj fjalorit të përdorur nga Keisi. Sa i turpshëm që je, sa i fëlliqur, ju drejtua ai, duke dënuar hapur mënyrën se si po zhvillohej debati. Edhe vetë Stenaldo nuk qëndroi i heshtur, duke e quajtur situatën të papranueshme dhe duke kërkuar ndëshkim. Zar fizi. Ec, o palaço, tha ai me nervozizëm, duke lënë të kuptohet se e konsideron këtë si një shkelje serioze që meriton mas nga produksioni. Ky nuk është rasti i parë që Keisi përfshihet në situata të tilla. Vetëm pak ditë më parë, ai u dëgjua duke përdorur ofendime ndaj Stelinës, me të cilën ka pasur një histori dashurie. Çka e bëri situatën edhe më të rëndë emocionalisht? Përsëritja e këtij fjalori agresiv dhe denigrues ka krijuar një profil problematik të tij brenda lojës. Ngjarja ka shkaktuar reagime të shumta edhe jashtë shtëpisë, ku ndjekësit e programit kanë shpërthyer në komente në rrjete sociale, duke e cilësuar gjuhën e përdorur si degradim të debatit dhe mungesë totale respekti, sidomos kur përfshihen terma me natyrë seksuale për të poshtëruar di. Edhe opinionistët e spektaklit nuk kanë qëndruar indiferent. Ata e kanë kritikuar hapur Keisin dhe i kanë tërhequr vëmendjen për mënyrën se si po shprehet, duke theksuar se loja mund të jetë e fortë, por ka kufi që nuk duhen kaluar. Tashmë mbetet për të parë nëse produksioni do të marrë masa konkrete, pasi publiku po kërkon gjithnjë më shumë ndërhyrje kur komunikimi brenda shtëpisë kalon nga strategjia e lojës në fyerje personale dhe gjuhë të papranueshme. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.